Sali Berisha është shumë i relaksuar. Nëse i hidhni një sy intervistës së tij, dukej sikur kishte arritur ëndrrën e jetës së tij, bënte humor, thoshte pa ju trembur syri marrëzira të tipit lista e PD me Flamurin, Vokshin, Klevisin, Palokën e të tjerë. Është më e mira e 35 viteve të PD, apo bënte humor të tipit që do të rrëzojmë Edi Ramën dhe do të bëjmë qeveri teknike. Nuk është e lehtë të kesh një nivel humori të tillë pas një humbjeje dërmuese si ajo e 11 majit. Madje edhe fitimtar të jesh, të vjen pak keq për PD-n dhe përmbahesh në humorin e zi ndaj saj. Sali Berisha nuk përmbahet. Ai është tërësisht i qetë dhe ndihet i përmbushur nga ajo që ka ndodhur dhe në fakt e ka përmbushur objektivin e vet. Qëllimi i tij ishte të mposhte çdo kënd brenda PD-s, që nuk pranon autoritetin e tij dhe të jetë i qetë si humbës i pushtetit, por fituesi i opozitës. E vetmja ditë e tensionuar e tij pas zgjedhjeve ishte e hëna, kur përsëriti se ai do të largohet vetëm kur ta marrë Zoti dhe ishte nervoz se mendonte se dikush do ta kundërshtonte. Jo vetëm që nuk e kundërshtuan, por tani janë vënë në radhë kush të argumentojë më mirë dhe më fort që Berisha nuk duhet të ikë dhe se pa të, PD-ja është e vdekur. Kjo është e vetmja gjë që i duhet Berishës. Nuk e hyn në punë as fati i PD-s, as fati i demokratëve 12 vite rrugëve. Askush nga PD-ja ka marrë më shumë vota apo më pak vota. Atij duhet të rrinë urt, të thonë që na duhet Berisha, dhe ai duhet të vazhdojë përpara betejën me drejtësinë, duke i kërcënuar në emër të PD-s. Është kjo arsyeja që e ka relaksuar atë në kontrast të thellë me fytyrat e nxira të PD-s dhe nervozizmin e tyre. Të gjithë janë nervoz. Si do e bëjnë këtë betejë për qeveri teknike? Si nuk do i njohin zgjedhjet por do bëhen deputet? Si do e rrëzojnë Edi Ramën? Si do paguajnë Lasivitën? Si do heqin non gratan e Berishës e të tjerë? Kurse ai është tërësisht i qetë. Ai e ka marrë atë që ka dashur, natyrisht duke i lënë të gjithë në rrugë. Në rresht për një pas tij, ndaj ka arsye të ndjehet se ka fituar mbi PD-n.